sot dha lajmin digjital do të transmetojë ekskluzivisht nga qershori deri në korrik. Mirëmbrëma Ylli. Mirëmbrëma Glendi, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Ylli. Mirëmbrëma. Si thotë një herë ky jemi ne më. Këto muajt e verës me futboll janë shumë bukur me futboll. Më pse s'pëlqeu Botrori, tek ishte për ta kritikuar. Jo, s'tash kritikuar. Glendi tha ai ka, unë thash ka ai, po është edhe ka dhe kështu poshtë hir, domethënë, se ke ekipe aty sa duhesh. Po mirë, po edhe kur është Botrori i komparave, ka dhe ekipe që janë në lartësinë e ekipeve të tjera. Kjo është politika. Ja, për shembull, për t'ju thënë disa Ylli, për t'ju ndihmuar me disa skuadra, nga për shembull nga Europa, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Bayern München, Atletico Madridit, Inter, Juventus. Në Amerikën Jugore, Flamengo. Pastaj ne zbresim te prima po pse Flamengo është ekip Parisi, nuk ishte Parisi. Parisi, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors. Në Amerikë është Inter Miami, po ne pak a shumë këtë njohim më shumë. Pastaj vinë dhe skuadra të tjera deri te Auckland City, Australisë do jetë pranishme atje. E Australisë apo e Zelandës së Re? 32 skuadra. E asaj zone domethënë atje. E Oqeanis pra. Po, Oqeanis. Auckland është e Australisë, po. E Zelandës së Re. Po. Ylli. Realisht është një event i rëndësishëm, një bas i madh i FIFA-s, marrë në konsiderat të gjitha edicionet e kaluara me atë rivalitetin e ngushtuar me skuadrave pjesëmarrëse, me faktin që nga 2012 kur fitoi për herë të fundit Corinthians ndaj Chelsea, gjitha rastet e tjera kanë fituar skuadrat e UEFA-s. Natyrisht tani pranohet të zgjerohet gjeografia e ekipeve pjesëmarrëse, duke rritur në mënyrë të konsiderueshme vlerat shpërbyese financiare për gjitha ekipet pjesëmarrëse. Vetëm ekipi fitues se ti përmend Glendi, po do të jetë fiks $125 milion çmimi për skuadrën fituese. Do të ketë para pa fund që vini një moment që ne gjithë e dim ku klubet organizojnë turne miqësor jo shumë të frytshëm në aspektin sportiv dhe financiar. Në këtë mënyrë ky kompeticion merr të gjithë shkëlqimin e një mbrëmje vere nga 14 qershor deri në 13 korrik. Do të jetë vërtet një edicion fantastik dhe në digital do të bëjmë maksimumin për ta përcjellë në mënyrën më të mirë atë. Dikur më kujtoi ato botrori Amerikës, për shembull ai 94-s që shpeshherë zgjoheshin njerëzit dhe herët për të parë ndeshjet. Sot nuk e di si mendoni, do jetë një kulturë kjo zgjimi herët, për shembull 3 mëngjesit për të parë një ndeshje tifozë, për shembull, ngrihet për të parë një Real Madrid apo një Inter. Kam përshtypjen që do akomodohen oraret edhe për tifozët evropian, sepse them unë. Jo, ka dhe orar, janë caktuar oraret. Ka orare që janë të vështira, pra po themi 2 natës, 3 mëngjesit, të orar, po ka dhe orar 9 orar. E dikush janë njerëzit më të stërvitur për të parë këtë kampionatin në këtë orë që thua ti? Ti për shumë. Ne që shohim në banë. Ne që shohim se ka Peço ku është atje në Zvicër. Ata që shohin në banë këtu në Tiranë, që do luajnë ndeshje tani për shembull gjysmënarët janë do luajnë 2:30, kjo është orë më e keq. Të mëngjesit. Ato që janë 4 të mëngjesit, edhe po çohe pak më vonë ka 5:02. Ato që ka 4 mëngjesit. Po çohen 6. Ja, për shembull, ndeshja e parë e botrojë me 15 qershor në orën 2 të natës, Al Ahly me Inter Miami. Pra e hapin me Messin botrorin e klubeve në datën